Profesor, po du me të pyet sa ka ndryshuar perceptimi në shoqërinë tonë përballë problemeve të shikimit, e sidomos bartjeve të syza, sepse unë jam përballë si i vogël me syza, edhe di që ka pas një lloj bullizëm, ka pas një lloj, po them, ka qenë marrë me bajt në kohën. Për fat mirë ka ndryshuar shumë. Po nëse them vetëm syzat janë pjesa më e lehtë e mundshme ku na është desh si shoqninat të avancojmë. Unë tash i bëj realisht që 22 vjet mirë me sy realisht. Kështu që po të marr, më ka rast me shkuar për shumë intervista, kam shkuar për shumë emisione, kam shkuar vetëm me qëllim që të arritem vetëdijsimin të popullata, që të mësohet, që të shkoj pa pas kurrë problem me shku te mjeku i syve. Ndryshe, unë ndalim shumë te syzat, bajtjen e syzave, sa ndalim te sëmundjet që janë shumë rrezikshme themi për humbje të pamëlit, qysh na se kemi pjesa më e madhe e popullatës nuk e ka ditë për ato sëmundje. Ku referohem më shumë? Referohem tek diabeti, personat që kanë diabet, edhe te personat që kanë tension syrit. Këto janë dy probleme që shumë lehtë na i ndalemi. Ashtu. Po një pjesë e madhe nuk e di. As nuk e din. Shumë një pjesë e madhe nuk e din se syri ka tension. Tension ashtu. Shumë e din, shumë 20 vjet kanë diabet, as nuk e din që diabeti shkakton syrin. Ashtu. Atë është ideja. Unë aty më fokusuar shumë që çdo herë kur kam pas mundësi me shpreh këtë, kam treguar që njerëzit, taj person që ka diabet gjithçysh të bëj kontrollat e syve. Taj person që ka vërejt diçka ndryshime të pamërt, shkoj te jo të vonohet, shkoj menjëherë. Sa i përket syzave, e vërtet është, domethënë përpara ka qenë të merr po ti thuj dikujt që duhet bësh syza. Po syzat nuk janë bartja se nuk është smundje realisht. Ashtu. Në aspektin e kësaj ndryshimit, se ka, do të themi një shkallë e madhe njerëzve që as nuk i diskutojnë këtë punë. Kemi ende në disa pjesë, në disa vende, domethënë që unë hala flas me prind shumë që kur i them disa prindve që fëmia ka nevojë për syza, prindi fillon të çajë ose para fëmis më shumë fëmia, aty më shumë prindrit kanë faj se sa ka fëmia. Unë këtë do ta largojmë. Tankun ju them, syzat nuk janë smundje, diotria. Ashtu është edhe një, po them edhe një stil ndoshta i pjesës jetës, estetike. Ka pacient që vjen aty, s'ka nevojë për syzat, po duam të marr syzat 0-0 se po duam të mbajt syza. Kjo është e mira, shumë e mirë domethënë. Po dalim pak sa ndikon stili modern i jetesës sonë, të ushqyerit tonë, që derisa vije se a ka mundësi të na dëmtoj syrin ky stil që ne jetojmë. Patjetër po, këtu mund të futem edhe ushqimi edhe teknologjia, gjithsesi. Teknologjia do të vijë vetëm te ushqimet. Ushqimi realisht, patjetër. Po sërish për ata personat që janë moshë. Duhet të kemi kujdes shumë në aspektin e përdorimit kripës, sasisë më të madhe, pastaj të yndyrnave, edhe ushqimet që themi ashtu themi ashtu me ushqim tepërt ose domethënë që vujnë nga diabeti e nuk kanë kujdes në asnjë aspektin e ushqimit. Për arsye se çdo ushqim që ndikon në rritjen e sheqerit në gjak, çdo ushqim që na ndikon në rritjen e tensionit të gjakut, atë do të kemi pasojë tek syri. E di se tek personat që kanë me diabet, zakonisht në një pjesë të syrit që na e çojmë retin, kemi janë gjakut shumë të vogla, po ato janë gjakut shumë kanë kur kemi diabet në gjakderdhje. Shkaktojnë gjakderdhjen e syrit. Po ashtu edhe personat që kanë me hipertension. Mundësia e gjakderdhjes në sy është shumë e madhe. Kështu që kur e dim që tek ne ende nuk është rrit, mjaftueshëm që një pacient vijë më një herë te mjeku i syve, po ende kemi pacient që ka një problem tek syri, po ai prapë nuk shkon te mjeku i syve. Ndryshe se duhet kemi, unë them shumë, të kemi ushqim vitaminës. Pem perime tashmë kemi mundësi të blerjes edhe kemi mundësi të gjejmë lloj perime që posedojmë. Ushqimet vitaminoze ndihmojnë shumë edhe na kur e dim se çdo mungesë e vitaminës A, vitaminës D kanë edhe përpasojë probleme në sy. Vitaminës B po ashtu. Kështu që gjithmonë tash kemi shumë lehtë të gjejmë në internet se sa ushqime përmbajnë këto lloj vitaminash që na ti marrë me kujdes.